Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten pa kontestueshëm partneri më strategjik i Republikës së Kosovës gjatë gjithë historisë së vet, edhe gjatë së tashmes dhe të ardhmes. Aktualisht bashkëpunimi ynë është më i ngushtë se kur, në veçanti në fushën e mbrojtjes, siç e kemi parë, janë pak shtete të botës në administratën e re të presidentit Trump që kanë një marrëveshje siç e kemi ne tashmë sa po është kthyer ministri maqedonci nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fazën e tretë të procesit të transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës, që e tregon edhe përkushtimin, edhe angazhimin ton si shtet e natyrisht edhe si institucione në një partneritet të tillë. Referenca që po i bëhet gjithsesi përsëritja e deklaratës së presidentit Trump tashmë nga leximi unë e shoh edhe një referencë për marrëveshjen e kaluar, për arsye se ai decisivisht thekson që ka parandaluar një konflikt të mundshëm midis Kosovës dhe Serbisë, si rrjedhojë e diplomacisë së suksesshme të tij në atë referencë, me gjithë mekanizmat prej Departamentit të Shtetit dhe ambasadës së Shtetit të Bashkuara në Kosovë, jemi të përkushtuar në ngritje dhe forcim të partneritetit. Kjo çfarë po ndodh këtu aktualisht është përgjegjësia e një klase politike të përbashkët dhe të përdoret një deklaratë e presidentit Trump në luftën politike të brendshme më duket paksa absurde. Nëse kjo situatë vazhdon në një formë amullie të paqartë, atëherë po tregon që mosvotimi ose mospjesëmarrja në votim e tyre nuk përkon me përgjegjësinë të cilën e kanë marrë. Ne po votojmë përsëris për 33-ën herë. Në këto 23 herë të fundit jemi duke votuar për procedurë. Nuk kemi të votu për kandidaten për kryetare të kuvendit. Më varet tashmë edhe nga interpretimi i gjykatës se çfarë do të jetë, së parja është lënda e pranueshme dhe së dyti, pastaj do të kenë mundësi që të jenë në përputhje me aktgjykim nëse pranohet lënda,